kush i lexon fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e sheh se janë edhe të thjeshta, por edhe janë të komplikuara. Apo është e thjesht nga aspekti që çdo kush e kupton. Po don më thullu më tepër me zim margaritar, duhet me pas më tepër dije. Andaj nuk përfundon mesazhi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo thjesht te veç një aspekt i jashtëm te thjeshtësia e formulimit, por është e çastme për çdo kënd. Dhe kjo është fuqia e komunikimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dëshirojmë për shembull të përmend disa aspekte të komunikimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, shohim që fillimisht i dërguari sallallahu alajhi wasallam në komunikim kishte parasysh nivelin e atyre që po komunikon. Në shembull që sillte. Për shembull, nëse bëhet fjalë për njerëz të shkretinës, u bën të shembull devet. Ka sa ata kanë ditë për ditë punë me devet, e din këtë punë. Por nëse kishte të bënte me bujq, apo u sjellte shembull nga toka, nga bujqësia, kishte të bënte për shembull me madje me popull të feve të tjera, u sjellte shembull adekuat, komunikonte me ta konform kuptimit të tyre. Për shembull që u përshtatëshe natyra. Gjithsesi. Pastaj komunikonte me njërin në bazë të problemit që e kishte, mangësisë që e kishte. Vinin me pyet njerëz, o i dërguari i Allahut, cila është puna më e mirë? Disa u pyet kështu, por disa u përgjigj ndryshe. Tash nuk ka mundësi, puna më e mirë, ja është kjo, cila është puna më e mirë? Kështu të thoshim ne të fakt. Po, por ai do të më ta tregoj se për ty kjo është më e mira, ndërsa për ty kjo është më e mira. Andaj komunikon më të mrekullueshme. Dikur kishte problem me respektimin ndaj prindërve. Dhe dinte këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Erdhi me pyet, o i dërguari i Allahut, cila është puna më e mirë? Nuk mund të thonte namazin natës. Kësi ki problem me prindët tu. Andaj i tham, vepra më e mirë është respektimi ndaj prindërve. Po kur edhe tjetër më e pyet, tha vepra më e mirë është mos më hidhnu ti kur. Ka se ai kishte problem hidhimin, shpërthan talat, i tha la ta gdap, mos u hidhna. Andaj kjo është ndoshta veçori e radhës që përmana e komunikimit pejgamberit. Kishte parasysh nivelin intelektual të njerëzve, kishte parasysh shtresën pe kavente, kishte parasysh problemet që ai kishte, mangësitë që ai kishte, dhe mbarsi nga kjo komunikonte me ta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur komunikonte me njerëzit, kishte traditë që shpeshherë 3 herë të përsëriste të njëjtin mesazh, që mos të bëj asnjë dyshje në atë që tha. Andaj Aisha radhiyallahu anha thot kur kërkonte diç, kërkonte 3 herë. Për shembull, kjo është kështu. Do të thotë është kështu, apo e kuptoj që është kështu. Edhe nuk lënë absolutisht hapësirë mos me kuptu ose me harru ose absolutisht siguroj se të kuptoja e sigurisht të kuptoj gjithasë. Pastaj gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam komunikim i kishte fjalët të ndara njëra prej tjetrës. Apo nuk fliste në nguti, nuk fliste në amullin, mjegulli, çka po do të thonë, ishte fjalë i kishte të ndara. Andaj ai që dëgjonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, le që mund ta kuptonte çfarë po thotë. Po njëjtën kohë duke e kuptuar, dëgjuar, mund t'ia numëronte fjalët, i tha 15 fjalë. As ngadal i ndante, do të thotë komunikonte ngadal qartë, rrjedhshëm që ta kupton çdo kush. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në komunikim me njerëzit nuk e ngriste zërin kurrë. Nuk di transmetim që i dërguari sallallahu alajhi wasallam e ngrite zërin, po kur ligjëronte në hutbë xhumas, nga sa tash nuk është komunikim me njerëz, tash ndëgjom një mua se ka edhe njerëz lart nuk kishte zmadhuar të zëret, po këtu ndodhte që me ngrit zërin, po e kërkonte situata, por në komunikim me njerëzit, në debat, në mexhlis, ndaj nuk e ngriste zërin kurrë. Dhe kjo është padyshim, dhe kjo është arti i komunikimit, nuk kishte nevojë, nga se ai ishte i bindur se komunikimi me argumente dhe fakte është ai që çet në shesh të vërtetën. Jo komunikimi përmes zërit dhe fuqisë së zërit, por komunikimi përmes fuqisë së argumentit është ai që çet në shesh të vërtetën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur komunikonte me njerëz, kishte parasysh edhe pozitat e tyre. Për shembull, kur i shkroi letër mbretit të Romagëve, Herakliut, i tha drejtuar Herakliut të madhit të Romagëve. Ishte i madh. Nuk i tha për shembull një drejtuar Herakliut pa besimtarit të njohur. Kjo ata respektonte pozitën që ai kishte në popullin e tij. Padyshim, ka pozitë ky njeri në popullin e tij, është i tillë, drejtoju.
ndoshta ti nuk pajtohesh me të, po kjo profesor doktor është, drejtoj me profesor doktor, do thotë kjo titull është. Komunikon me një në bazë të titullit që e ka. Pavarësisht, ndoshta nuk pajtohemi në shumë gjëra, por komunikimi letet në nivelin e titullit.